me 9 maj u mbëll Gryka Lapushnikut. Një arterje që ja kputi gjymtyrët Serbis, arminkut tonë. Po ju tham, e pritën me dëshirën më të madhe krejt ky popull, këta bashkëfjatorët mitë, ardhen e UÇK-s në Lapushnik. Ku një pej tyne jem konë edhe unë. Do mi përmen ata që nuk mos më po kusur se toni kisha përmen, po së një majman. Unë Jahir Sopi Rasimi, Gzim Sopi 16 vjeqar, e ki Ramadan Goshin, e ki Rahim Thoqin, e ki Haradin Thoqin, e ki Mehdi Thoqin që është plagu me 8 maj, është i plagost. Me 9 maj është i vrom Besim Halilaj, pe i forca serbe, qytetet në Gryk. Është ushtarët nuk mu i tonë me t'i përmen, po përmini që janë të Lapushnikut, ushtarë që kanë marrë pjesë në luftimet, jo me 9 maj, me 9 maj, o konë Guri, Plumi, Lumi edhe Qeliku 3. Këtu 4 nisi kanë marrë pjesë. Atë ditë është kollë Pizgaveri i forcave serbe që tu në Gladin, Nant. Për mu, ka qenë në punë e jashtëzakonshme kur i kom po forcat serbe të ikë, policinë dhe ushtrinë, Serboslavëve të ikë, e kanë lënë Pizgaverin ju ka kollë aty, për mu ka qenë një befasi e modhe. Edhe e mur vesh populli që pas ka djemë që i dolin zot venit.